Ja shpjegoj me një fjali Ferrin që po vjen. Ti ke një pronë, dhe ndërkohë ti e ke shitur këtë pronë nuk di gjë. E ke dhuruar këtë pronë nuk di gjë. Ose të shpirë fare, dhe ti se vërteton do të që ke këtë pronë, pasi gjithçka do të jetë digjitale. Edhe gjyqi, jo më kohë të shkatruar sistemi ku në gjykatën e lartë, një trup me 3 gjyqtarë në një ditë vendos të bëj 125 gjyqe pa palë. Dhe jep 125 vendime. E bëjë të gjë për shkatruar sistemi 150.000 dosje, që atë një të pranojmë gjyqin digital. Që në atë moment ke presur shtë algoritmi se çdo vendosi ai lartë me djellëzat e tij, apo me djajt e tij, me demont e tij. Dhe identiteti i dëxhallit, se kështu do ta quaja, është arma kryesore që do ketë ai me duart tona. Ne do ja japim atij këtë gjë. Sepse ne do të po e pranojmë këtë gjë. Ndehemi këta popull, si thosh, që kemi vendosur të dorëzohemi, dhe s'po kuptojmë do që kemi parë nuk është asgjë. Kemi jetuar në lumturi me atë që do vi. Këtë do t'i themi shqiptar.